Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim 37 vjeçarin Eduard Kurti nga qyteti i Krujës, si autorin kryesor të vrasjes së dy fish të vëllezërve Inglend dhe Sokol Haxhi Aliu, të cilët u ekzekutuan mbrëmjen e së shtunës në kryeqytet. Sipas uniformave blu, viktimat i detyroheshin Kurtit një shumë prej 200.000 eurosh. Fillimisht u arrestuar shtetasi Ardian Dreko nga Mamurrasi si autori dyshuar, por pas marrjes në pyetje u la i lirë pasi policia vërtetoi se ai nuk ishte i përfshirë drejt për drejt në vrasje. Origjina e konfliktit sipas uniformave blu është pikërisht shuma 200.000 euro, të cilën vëllezërit ja kishin marrë hua 37 vjeçarit me qëllim ndërtimin e një hoteli në Dhërmi, por nuk kanë arritur që t'ia kthejnë në kohë. Ka qenë kjo vonesë në kthimin e borxhit që e çoi Eduard Kurtin të marrë vendimin ekstrem e ekzekutimin e vëllezërve. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e së shtunës në afërsitë e ish stacionit të fundit të Tiranës së Re. Fillimisht Kurti ka debatuar me vëllezërit, por mendohet se në debat e sipër ai ka qelluar në drejtim të tyre me pistolet me silenciator, duke vrarë në vend Inglend Haxhi Aliun dhe duke plagosur rënd Sokolin, i cili vdiq pak minuta më pas në spitalin ushtarak në kryeqytet. Në vazhdën e hetimeve, policia bën me dije se ka siguruar pamje filmike të autorit të dyshuar, duke dalë nga makina pasi ka qelluar me armë zjarri vëllezërit. Në celularin e njërit prej viktimave kanë gjetur edhe mesazhet kërcënuese që Eduard Kurti kishte dërguar, ku i kërkonte borxhin e pakthyer. Grupi i ekspertëve po vazhdon hetimet, ndërsa pritet që në ditët e ardhshme të zbardhen detajet e reja të këtij krimi të dy fisht.